Gatishmëria e partive të ish opozitës me sa duket presidentes Osmani kur si ka interesu. Po të interesante gatishmëria e partive tona, vendet do të ishte tashmë në zgjedhje, sepse ne kemi kërkuar zgjedhje. Shumica parlamentare përfaqësuar në kuvend ka kërkuar zgjedhje, por Vjosa Osmani prapa nesh ka vendosur me i besu një lideri i cili ka mashtru në mënyrë sistematike, i cili është hiligji, i cili nuk pranon kushtetutë, nuk pranon ligje, nuk pranon norma, nuk pranon tradita, edhe është njeri pa besë. Kaq. Nuk kemi ndryshuar qëndrim, Partia Demokratike e Kosovës është përgjithë sa më shpejt që të shkojmë në zgjedhje, që të kemi një parlament të ri dhe një qeveri të ri. Qeveria kur se ka pas votat as për kuvend, as për qeveri, pra ata kanë rajt tash në vjet, por rana është doktrinë politike e Albin Kurtit, e fatkeqësisht nuk është doktrinë shqiptare, por është doktrinë serbe. PDK nuk është thyr tash në vjet prej tundimeve të ndryshme, prej ofertave të ndryshme, prej presioneve, shantazheve të ndryshme, nuk do të thejet as tani vendi duhet shkojë në zgjedhje, vendi do të shkojë në zgjedhje, as presidentja Osmani, as kryeministri i cili ka okupuar institucionet nuk mund ta ndalojnë këtë ritëm. Unë besoj që vendi do shkojë në zgjedhje po. Ka një rend në krijimin e institucioneve të vendit. Pra, konstituohet kuvendi, duhet kemi qeveri, pastaj krijohen komisionet dhe ecet tutje me procedurat të konstituimit edhe të themelimit të institucioneve të vendit. E ne nuk jemi në atë rend. Pra, tani ka një mandatar të dytë për të kriju qeverinë e Kosovës. Ky mandatari ka edhe disa ditë në dispozicion për të kriju qeverinë e re të Kosovës. Ne po presim kur do të thirret seanca për themelimin e qeverisë së Kosovës dhe pastaj të ecim tutje me proceset tjera. Pra, ka rend të ngjarjeve sipas rregullave tona edhe sipas kushtetutës së Kosovës. Nuk kemi vot për lëvizjen vetëvendosje. Ne kemi thonë qartazi, kemi interesim, ka kalu kohë, kemi humbë muaj të tërë në ngërç politik dhe në lojra politike të fituesit të zgjedhjeve, tash është radha për zgjedhje të reja, e pastaj qytetarët e Kosovës me vendos se si do të duket qeveria e ardhshme e Kosovës. Duhet shkojmë në zgjedhje sa më parë që të jetë e mundur, në mënyrë që të rrim pastaj edhe afate të tjera kushtetuese, sidomos buxheti i vendit është shumë me rëndësi që të votohet me njëherë pas krijimit të institucioneve të reja të vendit. Ne nuk po shohim ndonjë lëvizje, unë nuk kam informacion as që në drejtim tonin ka ardhur ndonjë kërkesë, por nuk po shoh ndonjë informacion që edhe në drejtime tjera ka kërkesa për të kriju një koalicion ose për të kriju një qeveri të re. Është çështja e njëjtë sikurse edhe përpara, sikurse edhe me mandatarin e parë Kurti, i cili s'bënte asnjë lëvizje për të kriju institucionet e vendit, njëjtë edhe mandatari i dytë nuk është duke bë asnjë lëvizje, po e pret ditën e fundit dhe pastaj të shkojmë kuvend dhe të bëjmë show politik, por pa asnjë tendencë për të kriju institucionet e vendit. Kjo është problematika. Këtu e kemi ne problemin e madh. Por me gjas vot nuk ka, dhe me qenë se s'ka vot, atë nuk po thirret as seanca, e me qenë se nuk ka vot, nuk do të ketë as qeveri të re dhe kësaj do të shkojmë në zgjedhje të reja. Po me thonë të drejtën, kjo është në diskrecionin e presidentes. Pra, presidentja ka vendosur me ia dhënë mandatarit të dytë shansin, pavarësisht që nuk ka pas ndonjë nënshkrem apo ndonjë, si më thon, bindje të plotë që do të jenë numrat, por e ka në diskrecionin e saj një vendim të tillë, e ka marrë atë vendim dhe ne tash po presim afatin e fundit. Jo, nuk kam ndonjë informacion të tillë, nuk i kanë komunikuar ose kontaktuar as anëtarët tonë
të grupit ton parlamentar, pra nuk kam asnjë informat të tillë.